Besimi Islam, shtyllat dhe veçoritë është libri më i ri nga Muftiu Republikës së Kosovës, Naim Tërnava. Autori e sjell këtë libër në 2 vëllime dhe i tëri materiali i këtij libri ka vetëm një qëllim: besimin dhe adhurimin e drejtë në krijuesin e vetëm të këtij universi. Duke pasur parasysh se materia që përmban ky libër ka të bëjë thjesht me besimin apo me kushtet e imanit, kushtet e besimit, në të cilat bazohet apo përqendrohet feja jonë islame, flet vetvetiu se për të përpiluar apo shkruar një libër të këtij lloji është dashur një përkushtim goxha i madh, që edhe mua si autori i këtij libri më ka shtyr që të punoj një kohë me ndihmën e të Madhit Zot, me ndihmën e bashkëpunëtorëve të mi që i kam pas, duke filluar prej redaktorit, lektorit, recenzentëve edhe të tjerëve, ja kemi dalë që në fund edhe ky libër të radhitet mesin e librave të shumta që ka botuar Bashkia Islame e Kosovës. Veçantia e këtij libri është se mirët në shqetëlimin e disa çështjeve që për ne ka një peshë të rëndësi të veçantë, sepse bëjnë kryesisht fjalë për degët e besimit islam apo të akaidit, sepse pa akaidin, pa besimin nuk mund të kuptohet as feja në tërësi. Ky libër ka një peshë të rëndësi të veçantë dhe vjen në një kohë po ashtu të veçantë, aq më parë kur viteve të fundit apo kohëve të fundit janë shfaqur shumë ide, shumë teori të cilat ndoshta nuk përkohen me besimin e pastër islam, dhe ky libër vjen në shtjellim të tillë që shpjegon në mënyrë të detajuar se çfarë rrugë duhet të ndjek besimtari në këtë kohë për të ikur dyshimeve dhe hutimeve në besim. Muftiu Tërnava tutje shpjegon synimet që beson të arrijë përmes këtij libri. Ky libër synon dhe është vazhdimsi e librave të tjerë që mundësisht të shpjegohen dhe kuptohen në mënyrën më të mirë të mundshme kushtet e besimit, duke pasur parasysh se gjatë rrugtimi kaq të gjatë të shpalljes fundit dedikuar njerëzimit të mbar, mund të them që në raste të panevojshme dhe të shumta këtë rrugtim, kur rruga ka qenë e pastër para nesh, ka pasur individ, grupe, të cilet janë munduar që ta pengojnë këtë rrugë, me një farë mënyre ta përdosin këtë rrugë, dhe ne që pak a shumë jemi të thirrur që të miremi me këto problematika, në këtë rast që është edhe shkenca vetë ilmul kelamit apo apologetikës islame, shkenca akaidit, kemi nisi nevojë dhe obligim tonin që sadopak të mundohemi që të qartësojmë para lexuesve tanë se çfarë është Islami burimor dhe çfarë synojnë kushtet e imanit, kushtet e besimit dhe besimin e drejtë në krijuesin e kësaj ekzistence, besimin e drejtë në atë që krijoi dhe krijesën më të përsosur mbi sipërfaqen e tokës, pra të vetë njeriu. Ndërkohë, recensenti Muharrem Tërnava tregon disa nga tematikat që shqyrton ky libër. Po në bazë edhe të emërtimit të librit, pashmangshëm se tematikat që trajton libri përputhen me titullin, domethënë besimin islam, respektivisht trajton bazat e besimit islam, të cilat botërisht të ne muslimanët janë të njohura si 6 bazat e besimit. Domethënë në fillim libri me një stil unik të autorit, cilin edhe e njohim, trajton çështjen e besimit në Allahun xhalla shanuhu, por se fokusi i librit është kryesisht në çështjet e argumentimit të ekzistimit të Zotit. Zakonshëm në librat e akaidit të fushës, gjejmë zakonisht kur argumentohet ekzistimi i Allahut, masanai kalohet me cilësitë e Allahut xhalla shanuhu dhe ndarjen e tyre, por se në këtë libër nuk e gjejmë këtë rënditje dhe këtë trajt, me që autori ka zgjedhur që çështjet e cilësive respektivisht të trajtoj në fund të librit, në kapitullin Emrat e bukur të Allahut. Prandaj nuk i ka trajtuar cilësitë veç, por se i ka bërë një shpjegim më detajuar të emrave, prej të cilëve tani nxjerrin edhe cilësitë, që është çështje e njohur.
Kjo është pjesa e parë, kapitulli i parë. Pastaj bazat e besimit trajtohen besimin në melajke, që është kapitulli i dytë ose i tretë mund të jetë. Pastaj kalohet në besimin në librat e shenjta. Këtu për dallim prej tjerave librat akaidit që njohim, janë trajtuar më shumë në formë gjenerale, duke vë fokus të rëndësia besimit librat e shenjta, dhe fokusi është dhënë Kuranit fisnik dhe veçoritë e Kuranit fisnik. Se cilat janë burimet e përdorura gjatë shkrimit të librit Besimi Islam, Shtyllat dhe Veçoritë, sqaron më tej redaktori Bajgora. Autori në këtë vepër ka përdorur burimet esenciale që ne i quajmë Ummahatul Kutub, domthonë librat bazë të akaidit, dhe pastaj ka përdorur edhe literaturë mjaft të bollshme, literaturë ndihmëse, të cilat kanë ndihmuar që lexuesit t'i bëhet të qartë koncepti që ka dash autori ta prezantoj tek lexuesit. Libri ka përdorur, apo autori ka përdorur metodat bashkëkohore të sjellimit dhe kjo fal përkushtimit që ka treguar ai gjatë shtellimit të këtyre temave. Do të temat përgjithsisht kanë një hyrje, kanë një shqetësim dhe kanë një përfundim. E duke qenë se autori përdor një stil të thjeshtë dhe të kuptueshëm të shkruarit, ky libër i dedikohet një mase të gjerë të shoqërisë. Esencialisht libri si dedikim i dedikohet në esencë studentëve. Dhe është i punuar në stil që u dedikohet studentëve dhe mendoj që i është përgjigje edhe dedikimit në stilin dhe në mënyrën se si për nga përmbajtja e librit, se çfarë është trajtuar nga tematikat, po si ka metodologjia dhe forma. Megjithatë, për shkak të thjeshtësisë që libri ka, mendoj që ky libër te ka lënë këtë grup të synuar dhe përveç studentëve këtë libër duhet ta kenë, jo që bën dhe është mirë, por duhet ta kenë edhe grup moshat e tjera. Besoj që në një pjesë të konsiderueshme të librit, edhe nxënësit të shkollave të mesme fillore mund ta lexojnë dhe të përfitojnë shumë, vetë se janë disa tematika, sidomos të çështja e kadaz dhe kaderi dhe disa tematika tjera, të cilat ndoshta do su përgjigjen njohurive të tyre që ata kanë, dhe unë e vlerësoj se ky libër është prej librave më të qelluar që lexuesi shqiptar duhet ta zgjedh, ta lexojë me vëmendje, për shkak edhe thash edhe më përpara, po e përsëris, edhe tematikave të zgjedhura, por edhe stilit të lehtë, të kollajshëm dhe të kapshëm që autori ka përdorur për të i trajtuar këtë çështje. Por autori nuk ndalet me kaq, shumë shpejt pritet të shijojë dritën e botimit, libri i radhës i Miftiut Naim Tonava. Këtij libri do t'i bashkangjitet me emër të Zotit shumë shpejt edhe libri tjetër, i cili do të flas për fillin dhe zhvillimin e kësaj shkence, duke u munduar që të qartësojmë këtë rrugë që e potencova më herët, dhe duke e parë pse ka ardhur shkaqet të cilat kanë shtyr deri te ardhja dhe formimi i kësaj shkence, çfarë janë mosmarrëveshjet të cilat kanë qenë prezente më njëherë pas vdekjes Muhamedit alayhis salam dhe rrugëtimit të gjatë është 1400 sa vjet deri në ditët sotme tona. Kujtojmë që autori Miftiu Naim Tonava është i njohur për shkencën islame, sidomos në fushën e akaidit, si studiues dhe profesor i kësaj lënde. Është autori shumë punimeve shkencore dhe artikujve publicistik të botuar brenda dhe jashtë vendit, si dhe autori disa librave.